Vuani nga diabeti dhe hani djath, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Djathi është një nga ushqimet e preferuar për shumicën e njerëzve, të cilët thonë se nuk mund të imagjinojnë të mos kenë pjesë të regjimeve të tyre ushqimore. Por, për ata me nevoja të veçanta dietike, djathi mund të jetë kritik për shëndetin, e ndërsa shumë ekspertët të ushqimit kanë mendime të kundërta nëse djathi dhe bulmeti duhet të përfshihet në dietën e një personi me diabet. Shkenca tregon se është mirë të konsumoni djath edhe nëse keni diabet, por duhet të tregoni kujdes me llojin që zgjidhni. Njerëzit me diabet duhet i kushtojnë vëmendje indeksit glicemik të ushqimeve në përmbajtje të karbohidrateve. Indeksi glicemik është një shkallë e një numri që varion nga 0 në 100 dhe tregon se sa shpejt një ushqim i caktuar shkakton rritjen e sheqerit. Sa më i lartë numri, aq më shpejt do të jetë edhe rritja e sheqerit në gjak. Sipas studimeve, konsumi i produkteve të qumshtit si djathi dhe kosi mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të këtij problemi.